Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotëri, përshëndetje të dashur miq të emisionit A më dëgjon. Ja tashmë ku po rikthehemi me maratonën të konceptit të emisionit ton. Ju falemnderit shumë që na qëndruat besnik në 4 javët të kushtuara festës së muajit të shenjtë të Ramazanit me 4 hoxhallar të nderuar dhe ndërto kishim edhe një hoxh të pestë i cili erdhi në shenjë respekti për të folur edhe për solidaritetin për tragjedinë që ndodhi në Republikën e Maqedonisë. Tashmë do të rikthehemi në emisionin ton A më dëgjon. Tashmë do të rikthehemi në përditshmërinë tonë, në energjinë e bukur dhe pozitivitetin që po transmetojmë. Për këtë edicion kam përzgjedhur një personazh që dikur ka bërë namin me këngët e tij. Nëse unë do t'ju rikthej në kohë dhe ju do të kujtoni ato filmat e bukur që atëherë transmetoheshin vetëm në televizion, domethënë unë e mbaj mend në Dibër pozicionoheshim tek ekrani sepse prisnim që televizioni i Dibrës të sjell serialin i cili mbante titullin Burgizi. Një këngë që besoj që të gjithë do ta kujtoni dhe kur flasim për Memin. Memi, një artist i madh që mua më ka nderuar sonte në studion time për të folur për të kaluarën e tij, për të folur për të tashmen e tij, ku është Memi, çfarë bën Memi, si është Memi, por Memi shqyr zotit është si kokra e mollës. Mirë. Faleminderit shumë sinqerisht që pranove ftesën dhe unë ndjem nostalgjik Memi kur të shoh, ndjem nostalgjik sepse ti na ke sjellë një film shumë të bukur dhe ca këngë interesante. Ashtu është. Memi, mirë se më erdhe. Mirë si u gjeta. Faleminderit shumë. Edhe ju faleminderit për ftesën, zoti e beqoft. Faleminderit shumë. Je po ai Memi asaj kohe. Dhe tani i njëjti Memi, nuk e ndryshuar shumë, a? Ashtu është. Do kthehemi pak vite më herët. Më kujton të kaluarën. Nostalgji pak. Dhe dhimbshëm jam ndaj. E po, më the që parë që nuk qaj. Jo, nuk qaj. Po të qash. Ja, inshallah jo. Si e kujton Memi fëmijërinë e tij? Si më thonë tash fëmëria, mo nuk kthehet. Rinia mo nuk kthehet. Tash frizojmë punë të mira tash. Ajo çka është e kaluara, e shkuara, si thënë e kaluara, mo nuk kthehet. Koçi mendon. Deshti zoti më udhëzojnë rrugë të hajrit. Kam qenë një këngëtar pi viteve në 95 deri vitin 2008 edhe vendosa që t'jap fund më muzikës Tiranë. Para se të dalim te muzika te kjo pjesa, dua të di fëmijërinë fikse, domethënë ti je nga një familje artistësh. Familja Qaili është e zëshme në Shkup, jo vetëm në Shkup, po kudo. A ke jetuar dhe vazhdon të jetosh? Po. Në Gazibaba. Gazibaba. Gazibaba ka qenë ai zëri jot ku ka jehuar në përlagje. Ku këndoje si fillime? Më bash dua ta di, si ka lind talenti jot për muzikën? Në për shkolla, në për rrugë, mishe diçka im sheshe edhe këndojshe, mishe me topan në i send, kështu, edhe këndojshe. Si me thonë, rrugës, në shtëpi, ku gjesha, edhe arsimtarja përke, pi atëre të ke artist, as tëri ka qeni muzikës, artist edhe artist të bëna. Artist. Kur e ke bërë këngën tënde të parë, mban mend? Viti ka qenë 94-95, ka qenë albumi i parë, ka qenë një albumi i parë, pa Arieta ka pëtëllu, a i dyta kaset ka qenë Burgizi, vitin 95, pa. Edhe ma atër mora emën, bëni bum të Tiranë, edhe fillova kush është ki, interesishin Kosovë, diasporë, Shqipëri, edhe ajo filloj që të ndesë shumë Burgizi, thëjnë bin 1 milion ka shku në atë kohë, s'kisht edhe kopertina s'ka pas, incizimet veç i bëjshin, s'ka pas atër atë CD-ja, s'ka pas as DVD-ja, as normal kasete janë konë tjeshta. Me kë ke bërë këtë bashkëpunimin, si erdhi ideja të ky bashkëpunim? Po, kemi këtë kom bërë me zotëria Agron Berishën, zoti më shëroft, konë një producent, një artist i madh, Agron Berisha, a i mendoj, me tha ta bëjmë shket këngë kjo, se unë po ta dhe Fatinezi me bo. Mirë pa Fatinezi, jalash Gjezair Elezi, ta boje, tash unë pe marë Burginezi. Do me thënë të dy këngët i ke pas? Po, ta unë i mora, tha, këtë për jalëm, tha Gjezair Elezit, tha ti mere Burginezi, edhe jalam Gjezës. Unë e bona Burgin, kur vinë erdhë në studio, do këtë disa këngëtar në atë kohë, tha shkjo ka mendes, me të vërtet, edhe pa ta bo, në Kumanov të Izi.
Dezi Burgizi. E atje mora famën. Pas asaj këngës, pas disa vitesh qyri sollët filmi në treg. Nuk është se ka qenë e lidhur me këtë këngën filmi. Jo, filmi ka qenë po. Filmin e bëm vitin 98, po 98 filmi Burgizi pari. Mandej fillova dytën pjesë me bo, tretën pjesë, katërën deri 5 pjesë. Edhe ndezi shumë. Po si erdhi ideja që nga këngëtar të dalësh edhe në këndin e aktorit, se besoj që nuk është e lehtë të luash dhe aktorit. Erdhi ideja, zotëria Romberisha tha ti ki pam, ki pas, i kështu, ki bukur, mund është me ndesë edhe stilin e ki si turqe, mund me bo bum, tha, eja, tha, ta bëjmë një film. Jo, bagron, tha, s'jam për film. E kështu, fillum, ka dal, s'ka pas kushte. Atër ishtë televizionit toska, me do kamera tjeshta, ama ndezi edhe filmi. Mirë, kalum. U pëlqye shumë filmi. Shumë. Kush është ki këngëtar, kush është neshmi në përqajtore në parë, asi të lujtën domino ose karta, kur filloj ke filmi, i lish me kretë, tha memi është e lujtë kretë. Edhe filloj ke i paras pjesë, deri të pestën, e kështu me radhë. Po mirë, tani besoj që nuk ta kam bërë këtë pyetjen, do dali nga skenari, më erdhi mua si pyetje kjo. Ndoshta shqiptarët në atë kohë kanë qenë kurreshtarë të dinë se memi me këtë filmin ka bo shumë lek. Ke bo shumë lek me atë filmin edhe me famë, se ajo aty na dhëmne te leku. Apo ka pas lek, ama çdo kush ka marr. Si ish puna me bë diçka. Nuk ish puna veç lek. Kan marr, ka pas producentë, i kishme do producenta të Zvicrës. Kanë qenë aty si ky Ujlaj, kanë qenë edhe kanë pas artista shumë të teatrit kombëtar që kanë luajtur. Ka pas me famë. Çdo kush ka marrë lekun e vet sa ka hakon. Ama njerëzit mendojnë që ki kanë fitu 100.000, 200.000. Jo, nuk është ajo. Ishtë kryesorja, ishtë të bëjsh diçka. Do të I nuk vetëm ka shqiptar, po, ka arriti ki, qish mujti ki, qish boni kështu, qish boni ashtu. Me njerëzit se në anal gojen. Alhamdulillah mirë. Ka pas edhe si mos kesh kritika, nuk s'ka arritur asgjë. Normalisht. Alhamdulillah. Artist pa kritika nuk je Jo, artist. s'ka atëra, jo. Do të me përballu edhe kritikave edhe komentat mira edhe Gjithçka të bukur. gjithçka pa të bukur. Ti ke krijuar jo vetëm Burgun e Zi, i ke kënduar edhe dashurisë, ke krijuar balada, ke krijuar këngë pafund, videoklipe që në atë kohë vetëm meme i bënte. Do të thënë ke qenë artist multidimensional. Nga ku vini gjithë të frymëzime, gjithë të ideja? Ishte agroni që merrej me Se menaxhimin? kom pas stilin turke edhe i misha melodit turqisht edhe dhimbshëm. Ashtu i kisha ç'më thonë zërin që më përshtatshin mi këndu këta dhimbshëm melodi. Se agroni thoke ti je veç stilin turke, ti këndojsh balada, ti të flen ashtu. Edhe i bëjsh mi balada edhe më. Kënaqeshit. Allah na fal, Zoti na fal, më ajo. Zoti na fal, thua shpesh. Pse thua Zoti na fal? Ti e penduar që e Po, marr me atë profesion? Tash më jam pendu për vitin 2008, më Zoti na fal të kaluarën në përmisot të ardhmen inshallah. Se çdo sent që le për hir të Zotit, ajo nuk përmendet, po nëse të pyet dikush ja tregon apo se celave muzikën, shelave, çishert. Kur do të me vendos Zoti të rënd diçka, thot bëhet dhe bëhet. Ai mbjell diçka në zemër, çet diçka në zemër që ti e do fejen, e do islamun, dhe thot stop me mi. Edhe merr një ide, një knasi, edhe fillova, edhe pse kam pas fejen çdo janë në zemër, edhe pse jam fal prej vitit 95, kam bën namaz, ama udhëzimi erdhi vitin 2008, edhe të muzikën. Hoqë komplet dorë nga muzika. Alhamdulillah po. A nuk ishte e rëndë për ty? Për një këngëtar që ka dashur shumë muzikën, do të thënë ti ke ndëgjuar, ke marrë mësime, le të themi, ke kopjuar në një farë mënyre, ylljen e muzikës turke, Ibrahim Tatlises. Dhe Ibrahim Tatlises të ka përmend. A është ashtu? Ajo është një stos, është një pak si saka shtos, kur unë e bëjnë në shoqëri kur ishim për dasma. Ibrahim Tatlisesi ka desh me koleksionin me incizu një videoklip në Turqi. Edhe Ibrahimi për thot, po ti, unë në vendas jam nuk incizoj, thot Ibrahimi, thot, push jeti, thot jam Ibrahim Tatlisesi, kam zot bukur. Thot, unë thot me koleksionin një videoklip me e bo unë Turqin e blej krejt. Jo, kështu me fjallë, jo ti s'dik me knu, jo s'di me knu. Ibrahimi thot me koleksionin në dëgja. Unë e për ti thot jam marem qajli memi.
Edhe ajo di diçka sikur stas unë për ti, jo ti këndon, jo ti di me kënu, e thotë unë për ti jam memi. E kështu pak si shok edhe shoqëria. E kush kemi në për koncerte, në për darsma. Shpesh kemi qenë në për Tiranë, kemi qenë në Shkodër, Blue Sky televizion. Bëshmi muzikë në Vilipoj, po fleshmi në Shkodër. Shumë kanë prit në Shqipëri, shumë bukur, po ashtu edhe në Kosovë. Kemi pas në për Gjilan, në për Gjek, në për në Perizaje, në për këtë Kosovën kemi pas Vitije, Lipjane, shumë venat në Shqipëri edhe në Kosovë, shumë kanë ndeshtë, edhe sot më dojmë shumë komente, memi apritet një album, memi në harove, memi ke qenë do t'i jesh, do të mbetesh, i thash tashmo, në dërgjën i laji. Kemi qatë në kohën e luftës, sa kanë ishin refugjat, shkuesha vizitojsha, visha, kur dilsha nuk më nishojshin, me mdimu në i polis me ndalë jashtë, me mi, ndalu, qajshin, pa këndojsha një kongë dhimshëm, ato ishin për malu, unë shkësha i këshilojsha, kjo keni mu liru, do ndodhe mirë, inshallah, me në Zotit, mos u mërzitni, ja kënë isha në i kongë dhimshëm në i gurbetit, qafshin, si kur e blak, ne mi, thyshin, eja çdo ditë, i vizitojsha këtë në Stokoves kër ishin, pas Zotit u liru, alhamdulillah. Do të thënë Memi ka qenë i dashur, ka qenë për të gjithë. Po jarë. Nga Shqipëria, nga Kosova, Maqedonia, gjithandej. Diaspora, po. A do e kujtosh një momentin tënd të vështirë që ke kaluar në atë kohë? Ke ndonjë moment? Po disa kur e las muzikën të ishin, çka do të bësh me mi? Ke qenë, ke pas para. Tash ket Zoti e ka fal, ket ma ka dhon, ai më ushqen. Zoti garanton Kur'an 99 herë thot unë rrezikun ta jap. Ai shejtani, iblisi thot, çka do të bëj njerë thot, çka do të bësh ti? E love muzikën, ku do të hash, ku ti mash parat. Allah i thot mos e humi bindjen se unë e vaçoj rrezikin. Shiqoni thot zogjt. Dalin tund, vin gopër. Shiqoni, kush jep atinve? Zoti. Edhe mendoj që rrezikin edhe që 17 vite, alo ma shumë jetoj, alo ma shumë jetën e kam matë mirë, edhe më i dashur jam të Zoti, edhe më i kënaq me familjen, edhe qish me thonë, kam kohë edhe me familjen me dal, me evlat me dal, në atë kohë s'kishe edhe fëmin me pa, në atë kohë s'kishe edhe me shoqen me dal. Dars ma natën, dars ma ditën, koncert atje, shko këtune, ketë me stres, kur do ta falenderoj Zotin? Një ditë mund tek, as nuk do, Zoti thot, a nuk kthehesh me mi tonë? Deri kur mo? Mendojsha nëse vdes, si do t'i dalë Zotit? Po më marr shpirtin në për restoran, ku është alkooli. Po deshti Zoti do e ullzon. Ka në ullzon Zoti s'ka kush e humb, ka në humb Zoti s'ka kush e ullzon. Përveç ti, falënderimi takon atë Zotit. Po këngëtarët që po bëjnë tani këtë muzikën, çfarë do t'u thuash atyre? Po kisha këshilluj, kisha thonë ato që t'largohen. Tash edhe ato i kam kolegë, i kam shok, marrin shembull pi muhe, marrin shembull që edhe pi shoki jonë, vlla jonë Adem Ramadani që e la, edhe i ka po famë madhe, largohen pi muzikës, i shkon shumë a mirë ti, tira. Do t'nim knasi në shpirt. Muzikë nuk ka knasi. Nuk ka knasi të ha diçka, i ka që i thot kam pare. Nuk është rahat, vallai nuk është rahat. E mirë që pare në sonte, nesër mit, ku shkun? Shkëshe, mi setër të apjesh 500 mark ose 1000 mark në atë kohë. Nuk zemen të e pare. Tash po i merë fjalla diçka në halal 200-300 euro ose 100 euro duke si 1000-2000. Je i knasht me pare në halal. Ushqeni halal nëse do e vladi me dalë halal. Ose ushqeni haram, ase e vladi të haram. Kjo është fjallë e profetit tonë. Muhammed Alisala. Ke arritur të prekësh famën me dorën tënde. E ke pas fatin që ti jesh i famshëm, i komentueshëm, edhe në atë kohë kur nuk ka ekzistuar Facebooku, jo si tani që kemi Facebook e TikTok e, domethënë kemi shumë lehtë drejt famës, por ju atëherë keni sakrifikuar shumë. Shumë. Domethënë keni vujt nga vetja juaj për të arritur një qëllimin tuaj. Çfarë kuptove nga të qenurit i famshëm? Ç'do të thot fama Memi për ty? Po, fama atëherë kishme merak, se ishme i trit, kemi emën, kemi famë, ama nuk ishte ashtu. Dhe tash i iki famës. Shumë kanë po ftesa, shumë 17 vite tash në televizion, më të vë dhe të ju. Eja këtu, eja. Nuk do më njeri kur po ju ke do vite, rritën fëmija, bosh, babgjish, ose di si thëjnë, ma mirë një jetë normal, mesatar të Tiranë. I ka se fama se edhe fama shumë
nuk bën gjë. Është gabim. Gabim është, valla kush thot, fam kemi te Zoti. Nëse Zoti jo i shknash, fam të ai, edhe krijesat kanë me dosh. Nëse Zoti nuk don, as krijesat tokë nuk don. Çdo të thot familja për ty Memi. Familja është i kënaq, familja është familja. Familja ime është tash për tash jemi mirë krejt, këtë jemi në Islam. Kryesore familja është numër 1. Të jesh i lumtur, të jesh i kënaqur me familje, me bashkëshortën, me vëllat, kur ti shohësh atë vëllat që janë rrugën e Zotit, kënaqësia më e madhe ç'kjo është. Nëse vllati s'është i ajrit, nuk vlen, nuk duhet jeta. Kot është. Më ke befasuar, sinqerisht, sepse unë po të kisha mundësinë tënde që ke patur në jetë, tash unë i them vetes time pse unë duhesh të largohem, se tani këto këngëtarët luftojnë për të bërë klipe, për të bërë lek. Të ato çmenden me klipe, e ke parë? Po. Çmenden, domethënë nga çdo muaj nxjerrin klipe vetëm e vetëm bëjnë lek, ndërsa ti e ke patur mundësinë dhe je larguar. Ashtu. Dhe unë mund të të pyes lirisht çfarë është paraja për ty? Pa çdo kush e do parën, parën është çdo kush, aman parja ta dosh parën ku ka vend, ku zë vend parja. Çdo kush punon për një rrogë për parë. Aman ajo para që mirët në haram nuk vlen. Dhe ti e quan këtë parë haram? Për mua është haram. Ajo para nuk zë vend. Ajo para që fitohet në alkool, ajo në muzikë, në për restorane, ku ka alkool, ajo para nuk vlen. Vendose që të ndalosh muzikën për gjithmonë. Besoj që familja si e priti këtë vendimin tënd? Nuk thonë ashtu atëre ishtë ditha nëse vendosta lene, edhe shtëpisë kanë pas merak që të largohen, se kam pas unë si jam varë edhe për muzikës. Kam pas duhet e mia. Atëre babi është gjallë, nëna është gjallë, je vlat i ki dyqanet. Ti ke vendos vetë, kur do mundesh me e lanë, edhe nëse e le unë s'përzina. Do me thënë muzika s'ka qenë diçka kryesore për ty. Jo, ti kam pas dyqanet e mia si jam varë unë, si isha për qef, desha me vizitu Zvicrën, Gjermaninë, shkojsha edhe veç një koncert, edhe as kam kërku lek sa të mjipni. S'kam thonë çkaç. Nëse sa dëshiron ti. Nërë kam kondu edhe pa lek. Të lumt, po tregon një njerëz shumë zemërgjër. Mirë, tani që ke vizituar Zvicrën, unë e di për shembull që ti ke shumë fobi avionët. Ashtu po. Si ke vizituar këtë Zvicrën? Imagjino me çfarë makine mund të kesh shku në atë kohë. Vdekje fare. Me minibus, autobus, 34 orë, më ta vesh çokat llokin kur shkova, kur mrita atje më kiti shtipt. 34 orë me kostum në ju. Po. Pa shku njerë mas në Bern, se pa ta shku në Frankfurt, 34 orë. Wow, qa sakrifice. Kur i pësha në aeroplan më, se në shkësha dal jashtë dukon, ose në aleta se diçka tash për ranon aeroplanit e poshtë. A do me thonë që 18 herë kam ip në aeroplan, sa kam ipu nas pilotat kam ip. 18 herë? Po, amon, fobia, derisa tipish, derisa të mora, jo. Amon thash bismillah, tash, apet e kia, ata mos se kam sikur për para. Kur e shoh kur shkojnë punë tajrit, rrugë tajrit për në Islam, ta më të shku rrugë tajrit. Si shkoj që ti nëse në normalisht restoran, Zotit. po, bero aeroplani si të dalë para Zotit. Shkoj në rrugë në restoran, këtë ku alkohol, ka desh Zoti, alhamdulillah, ozimi i Allahut. Tash jam i lumtur, alhamdulillah për Zotit. Më gëzon fakti, më gëzon sepse mësime të këtilla sidomos nga artistët ne nuk marrim. Unë shoh që artistët luftojnë të qëndrojnë në skenë. Dhe jo t'i largohen skenës. Japin pare, japin asi. Japin sa dush bëjnë videoklipe veç dalin, aman, kjo është dhun t'i e Zotit. Nëse s'ta jep Zotit, i kote ki ti. Sa dush pare me dhon, se na rin. Zotit edhe në dynjot e, aman të shep pak zemër, a ki diçka dashni Zotit që mundesh mu largu. Nëse ke diçka, atëre Allah të rej krejt. A nëse s'do, ta vole zemra dhe që ashtu si jeton vdes, si ki me vdeki mund gjallë para Zotit. E vërtet shumë kjo. Ashtu është. Unë mendoj që ti e ke patur mundësinë, ke arritur famën dhe e ke kuptuar që e bukurës është që familja ka rëndësi dhe të qenurit njeri Ashtu është. mbi të gjitha. Memi, si komenton dasmat e ditëve të sotme? Sot të rinë të harxojnë shumë lek, preferojnë të marrin muzika nga më të shtrejtat, çmimet e këngëtarëve janë stratosferë, në 7.000, 10.000, 20.000 euro restoranin e merr, 5.000 euro këngëtarin, kur dojt t'jap në një lajin, një lutje t'ja bëj ati, t'jep 20 euro, në fund thamë Djegi Hoxha. Më Djegi Hoxha fix. Po ketë mirë, erdhe Hoxha 20 euro mi morë. Shere tash ku ka puna ose ta bëj një lutje martesore ose diçka,
një pa dua bukos ose diçka. E thirr hoxhan, edhe pse hoxha s'duhet me shku në atë kushte ku ka muzikë. Je kundër këtij mendimit? Është kundër. S'duhet me shku në kusht alkooli ku këngëtarët. Po çfarë i shtyn këto të rinj memi që të merren të bëjnë dasma kaq gjigande? Çfarë i shtyn sipas teje? Ishte, ai ka bëj 20.000, unë të bëj 50.000, ai të bëj unë të bëj 30.000, unë ta marr më të mirin nga këtar. Tregona. Në fund kur ta mendoje që këtë kam i pagu ato, dhëndri do të mi pagu atë. Allah. Është të tmerrshme. Dhe Dhe pastaj fillon konflikti në çift, se ato s'kan lek nesër më. Kur ta shoh e bandarsme, thash zoti, kur ta shohsh mas një javë nda. Fiks. Ti një javë dit po bën muzikë, malla, po i thuer pak ulja muzika se kushia i s'mund. Marto djalje, tama me këtë na martu. Jo. Një javë dit man muzikë, e bandarsme, ku ti shohsh mas një javë krinte po shka valla. Ta janë da, po ti thuaj që ja unë martone akush. Për çat s'ban ule krien, mos i pengo kushis normal. Mos gjuj pare, 5.000 euro këngëtari, 5.000 euro restorani, 5.000 euro ai, 20.000 euro. E se nxeri ti. Edhe kur gjo, nesër je i sham prap, nesër s'bëj ke ajo, s'bëj ke buka, s'bëj ke ajo, dhondri kështu, ajo kështu, prap i sham je. E vërtet. Po, që është zotin na rujt. Po për këtë xhelozin që e kemi shumë aktive në shoqërinë tonë. Xhelozia ka qenë që ishte edhe në atë kohë. Ke ndjerë xhelozin në atë kohë? Xhelozia ti gjej se vapat krejt çka i kije. Njëri që është xheloz s'ka gjopi aty. Kot. Si e ke ndjerë xhelozin ti në atë kohë? Me artistët për shkak të asaj kohe. Ka pas xheloz, ama do të thonë unë kisha punën time, disha se unë arisha shumë. S'kisha të unë xheloz. U prezantoisha në këngëtar këndeshin me rënd kur disha në fund me dorsi me thonë, s'ban me thonë tash i bëjmë të licenci. U tranu salla krem kom. Edhe kisha që xheloz. Edhe na njohis nuk e mishin dorë apetin e mosha, jo mirë ke knu. Kur mos i aprish? Kur mos i thuj s'dishe me knu. Po këshilloj mirë, një faleminderit. Mos i aprish atij se s'ban. Nëse ki diçka ti thuj ndërs e merr me veti, thuj atine. Këshilloje. Nëse ti thun para ketëve kështu nuk e këshilluaj ke rënë. Ti kështu s'pa e dit, ti pa e knu këtu, s'pas ke zonë. Veç që e ke rënë, nuk është këshilla ajo. Nëse do me këshillu merre me veti. Ti pak mirë je, pa edhe më mirë, ket kështu këshilloje. Kjo është Islami, është paç, duhesh me të mira me këshillu. Ama të ne jo ti kështu, jo tu. Xhelozia s'ban, xhelozia ti gjej se vapa sikur ajo zami që i djeg drut. Xhelos muslimani ka qenë dietar, ka thonë kur haro me flet ka thonë o Zot, pri mua i kanë halal kret. Se po flera si kam minut Iranit, se kam minut Mehmet, Zoti i dhash, pse po Zoti e ka dhënë ai, çka mishti unë vetes kesh. Çka mishti unë xhelos. Po bi ka ro. E çaj thotë, çaj njerëz thotë ku si ka shti vetit kesh. Pse? Po Zoti aty e ka dhënë, çka mishti unë ajo. Aty e ka dhënë ndërtesën, pse unë me pas xhelos. Edhe ne duhet të pas dash një zemër. O Zot, alhamdulillah që e ke dhënë. Me pja gjithë kuj, po edhe mua. Aty si ti thuj o Zot, mos i jep atij, mos i jep edhe ti Zoti si jep ti. Shumë e vërtet. Çfarë është? Po këto marrëdhëniet me nuset edhe me vjera, se s'po gjejnë paqe o ti me emi, s'po gjejnë paqe këto. Aty buri ka vaj. Buri? Buri. I pari e që ma thua buri, se këto thonë e ka vjera, e ka nusja. E nusja, për para ka thonë është një, ose dhe me thonë kur fol ke buri, u dritë ke mori. Dhe me thonë fol gruja nales ruja, ose dridhe buri. Dhe me thonë shtash, hajde, tangoj burin, tangoj gruan, tangoje, ama duhet mungu, vera duhet mungu, nusja duhet mungu. Nona e ka verin e vetë. Nona e ka verin e vetë. Tash është edhe me islam, nëse e merë nusa, nëse e merë i mbetur, nuk i thue nuse si për para, për non për para, nuse mas i ke venin ti, sa është nona gjallë. Nusja du t'ullet mrapa? Mrapa, vendin e nonës kush se zen. Po nusja që ullet për para tani? Të unë së përperume, edhe bashkëshët e eme nëse ullë, nona të të përpara, për të në përpara i ke venin. Nusja e ka mas, deri sa është nona. E vërtet, nana është mbi gjithë shka. Nona pa non, shtëpia pa non, si qielli pa on. Non nuk bëhet askush. Zoti në Kur'an thon as of nonës, s'do të mi thon. Para me non, ka hongër me nonën, o ka një djalë, kur s'ka hongër buk para se me marr nona. Kur e ka shkim dritar, ku se ka hongër, ki ka marr me luk, me të vërtet s'ka hongër, që të frijet nona. Edhe kalon nonën të marrë i parë. Pse? Mos ta marrë, po që nona e do të copën e mishit më të mirë, po që i pëlqen ajo, ne ta marrë nona. Mos se nona ratune. Edhe ashtune që ta prije barkin nona,
Ti çka I ka mete ka çajo, edhe kur se ka ngrit zonën për mi nonës. Nona duhet mungu, jashtë nuk duhet mungu, nona në dunjo nëse të pengon rruga e Zotit, nëse thot mos I beso Zotit, ose besoj di Zota, Zoti mos e më s'ka non që thot aman, ajo nungohet, në dunjo për çdo se duhet me ngu nona. Nëna është gjithçka. Çdo pia pa non si hona, si qeli pa hona, ka më thonë, ajo është nona është gjithçka, nona e bab. Ka thonë 3 herë nona mandej baba. Pse? Nona shtat zona e dyta kur të lindish, shtat zona ku të ma, edhe 2 vjet, 3 2 vjet ushqim që t'jep. A mendon se I ke bërë krenar prindërit e tu? Po nona më ka vdek që 23 vite, së mbriti kthejna. A baba po. E tash lutem edhe për nonën se atëre isha në muzikur e kur më ndroi jetë nona. 2000 ditën sa pa të martu. 2 muaj më la me bashkëshortën. Time. Ama thot inshallah shoh birë në rrugë drejt. Edhe t'jesh I sjellshëm, inshallah Zoti t'udhëzon. Edhe unë kam fal namaz, edhe nona kur ka qenë gjallë. Ama inshallah thot vje koha të shoh rrugë drejt. Dhe zare. Nëse do ta kishe nënën këtu pranë, çfarë do t'i thoje? Është më se normale të emocionohesh për nënën. Memi, mua më vjen keq që u emocionove kaq shumë, nuk doja të të prej kaq shumë, por unë e di që ajo pas vetes së saj ka lënë një djalë I cili e ka bërë krenar të ndjet, ti ke bërë një kthes të bukur në jetën tënde dhe sot shqyqyr Zotit gëzon familje të mrekullueshme, djalin e kemi pas kuintave dhe është fantastik. Dhe besoj që edhe ti së shpejti do bësh vjerë, apo jo? Do bësh gjysh e do kuptosh vlerën e nënës. Tani pas këtij momenti të them të këndosh në këngë, s'ma merr mendja që mundesh të këndosh, do ta lejm pak më vonë këngën kur të marrësh veten. Nga këto lotët do kalojmë pak në pozitivitet sepse ti e në emocione, no, ata kishin po në gjallë tash e kisha përqafu. Nona s'vjen ma. E ka thënë Zoti në Kur'an. Nona sa s'povës do të më thonë. Kret I gjenë, kret në trek I gjenë, kret ato bab non s'ka nuk zavendëson. Ajo është. Po me dashurinë e fëmijëve besoj që mbush një boshlik. Çfarë ka patur në moment qesharak në për këto evenimente që keni shku? Le ndryshojmë pak ambient. Në për këto koncertet ka pas momente qesharake, Memi njihet për humorin e tij, për energjinë e bukur që transmeton. Qesharak është dhe, kur ish mi shoqni, bësh mi shaka, bësh mi ashtu. Ka ndodhur Memi ndonjëherë të harron tekstet e këngës? Ka ndodhur, aman kur ish kështu në atmosfera tjetër se në ishe. Ato me në knashe, pas mirë që vesh, pa. Ka ndodhur, aman. O më shumë I më isha mendon. A shumë se ato shterë ma përësi që në Burgin e Zi, edhe kur e kundesha edhe në koncert edhe në Shqipëri, edhe sifte fillosha me balatat. Edhe shisha që ishe gurbeqarë, fillosha kongë gurbetit, mas I fillosh me këto që ishin të lavatera. Ku ka më bukur se njeriu të përlotet dhe të emocionohet për gjën më të shenjtë në botë. Dhe nga një artist, shpirti artistik, unë I prisja lotët. Artisti gjithmonë qanë, Memi, artistët qanë. Dhe sidomos këto artistët që kanë kënduar gjithmonë balada, këto janë më të prekshëm emocionalisht. Unë dua ta ndëgjoj kështu, si thonë ato nga Shqipëria, kështu puro live, zonin tatë, do më kështu kënduar një balat në ilaje, në I këngë, nuk e di unë. Se tani gjitha këngët ilaje I bën ti. Po. Një pjesë. Patjetër. Pendim. O Zot, turp më vjen për para me dal. O Zot, baljem se çdo ku s'ka ran. Edhe pse ke mëshirë,
nuk e meritoj, kur të dalë para teje, të lutem më fal. O Zotur të më vjen për para me dal. O Zot balien, se shdej kur s'kara, edhe pse ke mëshirë nuk e meritoj, kur të dalë para teje, të lutem më fal. Kur të dalë para teje, të lutem më fal. Kur të dalë para teje, të lutem më fal. Wow. Zotë në fal, gjithë inshallah. Memi, dhe ti i ke mësuar gjithë këtë këndimin e ke mësuar vetë. Sori të jap talentin. Wow, të lumt, sinqerisht të lumt. Tani kur Memi me gjithë këtë këndimin largohet nga muzika, po këto që s'din të këndojnë o Memi. Inshallah mëson. Inshallah mëson, diçka tham. Inshallah mësohen. Pa, inshallah mëson. Qatë, kur t'jesh këngëtor, edhe pse e këndon ta nxjerrësh pi zemrës, dash këngën, dash ilahien. Nëse s'pëlqen ti, as popullit nuk i pëlqen. Kur e këndojsha unë kisha diçka misione dhim shumë, dhe vetë qajsha edhe vetë zëri shkon. E shikoja tani kur këndoje, do të thënë shpirti të këndonte, jo Memi. Ashtu është. Ti e duke përgatitur një projekt të bukur, i cili u kushtohet jetimëve me sa e di unë, ashtu? Keni lënë jetim, po. Ashtu se tash po i shona po i lënë nonat, babat nëpër to Jetimoret. po. Po. Ajo nuk ban. E tash është keni lënë jetim, ty pas mitemi. Është një këngë, më falni ilahi, dhim shumë, po tash e kam bërë pesh videoklipin do ta bëj. Së shpejti inshallah, do të jetë në prek. Do të thënë së shpejti do na e sjellësh te ai. Inshallah, po. Memi do na rikthehet fuqishëm me sa e shoh. Inshallah. Zoti. Festën e Bajramit si e kalove? Shumë mirë. Pasi që vetëm dje kemi Ashtu mbaruar. Ashtu është. Tash ta këneni pjesë në këto çastet e Bajramit, po. Jo, s'ka gjë mundesh, më kënaq si unë e kam qejf të ndëgjoj. Në këto qaste të Bajramit, busher ftiraj muslimanit. Sot ka gzim bota islame, knojmë Kurane, tret ezane. Gzongu muslimane, sot festojmë bukrin Bajrame. Gzongu muslimane, sot festojmë bukrin Bajrame. Thjesht të lumt. Këngëtar me plot kuptimin e fjalës, duke mos stonuar në asnjë mënyrë, po të dëgjoja me detaje, domethënë perfekt, Memi. Çfarë këshille do t'ju jepje këtimve të rinjve që po kalojnë tër natën nëpër diskoteka? Ne kemi patur një ngjarje në Maqedoni që humbëm shumë të rinj, domethënë preferojnë të rinë rrugëve, preferojnë të merren me TikToka, me Facebooka, po ndjekin ca gjëra të çuditshme deri diku. Ajo është mungesa e islamit. Nëse ka islam në zemër, ai të rriqet këtive. Çdo një punë që është në islam, namaz, atë keqen e tërhek. Sa nëse i fol 5 kohë namaz, i mirë me Zotin, agjeron, punë të mira, e tërheqet, puna e keqe, puna e mirë e tërheq keqen. Ama në mungesa e islamit, e këtë të këshia t'i ban. Si do të qoftë, në të vazhdoj në islam, në të vazhdoj në namaz, pas pikës paris që namazi. Nëse ka namaz në rregull, këtë punë t'i shkën rregull. Kisha kishullu që t'i largohen nga TikTokat, se ka punë flishora, nga muzika, nga diskoteka, nga Zotit, s'kemi pa shumë aksidente në Ramazan. Një oke. Po. Inshallah s'do të ketë, nga Zotit, që na pranoj Zoti edhe agjerimin, inshallah dal na faqe bart nga lut na Zotin nga thellësia e zemrës që dormi
Faqe e bardh nga muji Ramazan, inshallah na ka pranu veprat gjithve, edhe juve, Amin. edhe neve, edhe gjithë musliman anë mban botën. Amin. Edhe njerë Faleminderit. faleminderit shumë për ftesën. Zoti ju rujt edhe juve. Jo, të lutem. Me mi është kënaqësi e përbashkët. Amin. Unë uroj që të kesh gjithmonë shëndetin, uroj që të kesh gjithmonë dëshirën Amin. për të na sjellë ilahije, që zëri jot të mos humbet, e ke zërin shumë të bukur, të komplimentoj. Dhe uroj që fjalët e tua dhe kjo pendesa jote që ke bërë një kthes në jetën tënde, le të reflekton edhe tek ato të tjerë që janë në mëdyshje se çfarë të bëjnë. Është. Sinqerisht falenderoj shumë. Faleminderit edhe juve. Të lutem. E pra të dashur shikues, ishte ky artisti i dikurshëm i këngës Burgizi e shumë këngë të tjera, por tashmë një këngëtar i dashur shumë për ilahije që bën Memi. Ne do ta mbyllim këtu sonte këtë edicion. Për të takuar në edicionin e radhës, ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin tonë dhe në të gjitha rrjetet sociale tjera, gjithashtu dhe na ndiqni në follow edhe në Facebookun, Instagramin, TikTokun tim privat i Ronalili. Të gjithëve ju uroj kaloni sa më bukur nëpër familjet tuaja. Doja ta mbyll me një thënie shumë të bukur që gjithmonë ato që të lëpin këpucët, thjesht shtype me këpucën tënde se nesër do të vret pas shpine.